ka ndërtesa klasike të ndërtuara sot, edhe vepra antikristit, nuk është thjesht ajo thirrja vajtim, gjithçka po shkatërrohet. Në tjetër ai është i pari që lufton, është thjesht kjo ana ideologjike që nuk e lejon. Thjesht kur ecën, nuk e mbaj mend se sa herë kam thënë të ka një bekim të madh të qenit i prapambetur dhe i pandërtuar në Shqipëri që të jep rastin që të ta kur e nis ta bësh ashtu siç duhet. Kjo është trushplarja e ambientalistëve tash. Resurset kushtojnë shumë, në shkrau punës kështu, është ashtu, edhe shumë e vështirë, edhe shumë kostoze, etj. Jo, e ke gabim. Me thënë që nuk është për të nënvlerësu, që ne bëjmë këtë podcast, ne bëjmë të dytin, kemi bërë dhe në 2 episode me Tempullin e Onufrit, po për këtë çështje. Me thënë, ne kaq kemi në dorë, kaq të bëjmë. Bu. CHI podcast.